Von der Leyen solli mesazhin Prishtinë, theksoi nevojën që Kosova të ndërtojë institucione të forta dhe të ulë tensionet. Prokuroria vazhdon hetimet për votat e Mitrovicës, Peci paralajmëron kallëzim penal ndaj gazetarëve, AGK e quan intimidim. Të dielën në Hag pritet të mbërrijnë motoristët që u nisën sot nga Prekazi për ta shprehur simbolikisht një zë për drejtësi. Ministrat e mbrojtjes NATO-s po takohen në Bruksel pasi dronët dhe aeroplanet rus shkelen hapësirën ajrore të shteteve anëtare. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, solli sot mesazhe në Prishtinë në kuadër të turneut në vendet e Ballkanit Perëndimor, duke e theksuar nevojën që vendi ynë të vazhdojë të ndërtojë institucione të forta dhe të ulë tensionet. Ai u prit fillimisht në aeroport nga ministrja në detyrë Donika Gërvalla. Me presidentën Osmani zhvilloi takimin në presidencë, ndërsa me kryeministrin në detyrë Kurti u takuan hapësirat e kuvendit. Kjo pasi muaj më parë, BE kishte informuar qeverinë në detyrë se zyrtar evropian nuk do të zhvillonin takime në ndërtesën qeveritare derisa vendi të ketë qeveri me mandat të plotë. Përndryshe, Kosova, që më shumë se 800 ditë, është nën masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian, për cilat jo kësaj radhe, por herën e kaluar në Prishtinë, von der Leyen kishte theksuar se Kosovës i duhet ende punë që t'i hiqen këto masa. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka vizituar Kosovën gjatë turneut të saj në Ballkanin Perëndimor. Në Kosovë, von der Leyen u prit nga presidentja e shtetit Vjosa Osmani. Gjatë takimit, presidentja Osmani theksoi përkushtimin e Republikës së Kosovës ndaj agjendës së reformave në kuadër të planit të rritjes, duke nënvizuar rëndësinë e zbatimit të tyre dhe bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian në këtë proces. Osmani po ashtu ritheksoi domosdoshmërinë e heqjes së masave të BE-s ndaj Kosovës. Pas takimit me presidenten, von der Leyen u takua me kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Takimi u zhvillua në hapësirat e Kuvendit të Kosovës, ndërsa pas takimit, zyra e kryeministrit njoftoi se Kurti ritheksoi nevojën që Komisioni Evropian ta dorëzojë sa më parë pyetësorin për antarësim dhe dhënien e statusit të vendit kandidat për Kosovën. Kryeministri në detyrë diskutoi me presidenten e Komisionit Evropian edhe për zhvillimin e zgjedhjeve lokale, ku theksoi rëndësinë për një tranzicion të rregullt të pushtetit në komunat ku do të ketë ndërrim të qeverisjes, në respektim të plotë të kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës, si dhe për kushtimin e qeverisë për të mbrojtur proceset demokratike nga çdo ndërhyrje e jashtme. Presidentja EKE-s shkroi në platformën X se është e rëndësishme që Kosova të vazhdojë të ndërtojë institucione të forta dhe të ulë tensionet në vend. Para se të vinte në Kosovë, von der Leyen qëndroi në Shqipëri, Maltëzi, Bosnjë e Hercegovinë dhe në Serbi, ndërsa vizitën e saj në rajon pritet ta përfundojë në Shkup. Ndryshe, zyra për medje e Komisionit Evropian ka bërë të ditur se arsyeja që krye komisionarja von der Leyen nuk ka mbajtur sot në Prishtinë konferencë me gazetar, lidhet me faktin se Kosova është në proces zgjedhor. Kësaj, zyrtarët e Komisionit Evropian kanë theksuar se bëhet fjalë për një praktikë të zakonshme të këtij institucioni. Zyrtarët konfirmuan se për të njëjtën arsye, shefja e Komisionit Evropian nuk do të mbajë konferencë për shtyp as në Maqedoninë e Veriut, ku qëndron pas vizitës në Kosovë, duke përmbyllur kështu edhe turneun vjetor ballkanik. Mes datave 13 dhe 15 tetor, von der Leyen ka vizituar Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Malinezi, Serbinë, Kosovën, si dhe Maqedoninë e Veriut. Flasim tani për procesin e verifikimit dhe numërimit të votave për kandidatët për asamblet komunale të dalë nga zgjedhjet e së dielës. Sipas konferencës së fundit të KQZ-s, deri në orën 16 janë numëruar votat e kandidatëve nga 1084 vendvotime.
Në përqendrat komunale në vend po vazhdon verifikimi i votave pas zgjedhjeve lokale të 12 tetorit. Deri në orën 16, sipas zëdhënësit të KQZ-s Valmir Elezi, janë verifikuar rezultatet nga 1133 vendvotime për kryetar komunash dhe nga 1084 vendvotime për subjektet politike. Po ashtu Elezi tha se janë numëruar votat e kandidatëve nga 1084 vendvotime. Aktivitetet në qendrën komunale të numërimit janë përmbyllur në 9 komuna, si janë Hani Elezit, Juniku, Mamusha, Zveçani, Mitrovica Veriut, Zubin Potoku, Deçani, Shtimja dhe komuna e Klinës. Elezi tha se në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka nisur skanimi i listës së votuesve nga vendvotimet e rregullta, për të siguruar që nuk ka votime të dyfishta para fillimit të numërimit të votave me kusht dhe verifikimit të pakove nga jashtë. Numri zarfe me votime nga votime me kusht i mundësuar në 54 vendvotime në 38 komuna është 2119, ndërkaq në programin e votimit përmes ekipeve mobile, numri votuesve të regjistruar me nevoja të veçanta ishte 3467. Tërheqja e pakove me votime është bërë nga kutitë postare të KQZ-s në 22 shtete të ndryshme, si dhe nga kutia postare e KQZ-s në Kosovë. Nga 23 kuti postare janë tërhequr 33.841 pako të supozuara me fletvotime, procesit të vlerësimit janë nështruar më shumë se 18.000, prej të cilave janë aprovuar më shumë se 15.600, ndërka që janë refuzuar rreth 2.400. Arsyeja më shprehur se përse janë refuzuar këto pako në 2.358 raste është sepse mungon dëftesa e regjistrimit. Nga KQZ thanë se në fund të këtij procesi do të publikohen të dhënat përfundimtare për numërimin e pakove që do të numërohen në qendrat e numërimit dhe rezultateve. Dyshimet e ngritura për keq përdorim të votave në Mitrovicë të Jugut tashmë dihet se kanë vënë në lëvizje prokurorinë themelore në Mitrovicë, e cila në bashkëpunim me policinë e Kosovës janë në fazën e hetimeve. Dyshimet për keq përdorim të votave u ngritën pasi matjet e 3 exit polleve të publikuara pas mbylljes së qendrave të votimit nuk u përputhën fare me ato të KQZ-s, por jo vetëm kaq. Përndryshe, exit pollet kanë vazhduar të nxisin reagimin e vetvendosjes, ani pse edhe këtë radhë, sikurse në të gjitha zgjedhjet e viteve të fundit Kosovë, janë publikuar pas orës 19. Paton Peci tha se do të dorëzoj kallëzim penal ndaj disa gazetarëve e pronarëve të medjeve për, siç tha ai, dyshim të bazuar të cënimit të përcaktimit të lirë të votuesve. Shkolla Fazli Grajqevci në Shipol të Mitrovicës së Jugut, të dielën e 12 tetorit, kjo shkollë është shfrytzuar si qendër e votimit për zgjedhjet lokale, por në këtë qendër po pretendohet se është bërë keqpërdorim i votave, përshka tashmë prokuroria themelore në Mitrovicë në bashkëpunim me policinë e Kosovës ka nisur hetime. Zëdhënësi i prokurorisë themelore në këtë komunë, Valon Preteni, edhe sot ka konfirmuar se aktualisht janë duke mbledhur informacione për këto pretendime. Janë duke u grumbulluar informata lidhur me pretendimet për keqpërdorim të votave në një lokacion në Shipol të Mitrovicës. Varësisht nga të gjeturat, do të procedohet tutje. Lidhur me këto pretendime, Nuria Hajdari, menaxhere e kësaj qendre, e cila është edhe drejtoreshe e shkollës, nuk ka pranuar të deklarohet. Dyshimet për keqpërdorim të votave raportohet se janë ngritur pasi matjet e 3 exit polleve të publikuara pas mbylljes së qendrave të votimit nuk u përputhën me ato të KQZ-s që u publikuan të dielën vonë. Të 3 exit pollet e 12 tetorit e nxorën kandidatin e PDK-s për kryetar të Mitrovicës së Jugut fitues të garës në rundin e parë të zgjedhjeve. Këto exit polle kanë vazhduar të nxisin reagime nga vetvendosje, të cilat pothuajse në të gjitha zgjedhjet e viteve të fundit në Kosovë janë publikuar pas orës 19, sikurse të dielën e 12 tetorit. Megjithatë, Faton Peci, kandidat për kryetar të Mitrovicës së Jugut, sot ka shkruar se do të dorëzoj kallëzim penal ndaj disa gazetarëve e pronarëve të medjave, për siç tha, dyshimin e bazuar të cenimit të përcaktimit të lirë të votuesve. Gjatë fushatës zgjedhore, veçanërisht gjatë ditës së zgjedhjeve papritur, ashtu siç e përcakton ligji për zgjedhjet, të përfundoj procesi zgjedhor, disa media dhe individ të lidhur me grupet e jashtëligjshme interesi, gjatë tërë ditës kanë ndërmarrë veprime të sinkronizuara përmes shpifjeve, linçimeve, akuzave të rreme, numrave të manipuluara, duke kulmuar me publikimin e të ashtu quajturve exit polle të paligjshme, që shumë shpejt u dëshmuan që jo vetëm që nuk e pasqyrojnë as pak vullnetin real të votuesve në Mitrovicë, por madje qëndrojnë shumë larg
ka shkruar Peci. Sidoqoftë, duke i referuar rezultateve preliminare të zgjedhjeve nga KQZ, kandidati PDK-s Arjan Tahiri dhe ai i vetëvendosjes Faton Peci do të garojnë në balotazh në garën për kryetar të komunës që i bie me 9 nëntor. Ndërkohë, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës thotë se dënon paralajmërimin intimidues të Faton Pecit kundër disa gazetarëve. AGK është thellësisht i shqetësuar me paralajmërimin e kandidatit të vetëvendosjes për komunën e Mitrovicës Jugore, Faton Peci, se do të padis disa gazetarë për shkak të publikimit të exit polleve. AGK-ja vlerëson paralajmërimin për padi kriminale ndaj gazetarëve si përpjekje e hapur për intimidim dhe pengim të punës së tyre si gazetar. Ky akt i zotit Peci është sulm brutal ndaj lirisë së raportimit në Kosovë dhe përpjekje për dekurajuar punën e gazetarëve, thuhet në reagimin e AGK-s. Reagim ka bërë edhe IKD, duke thënë se akuzat drejtuar gazetarëve lidhur me raportime zgjedhore janë presion ndaj medjeve. Andaj Qendra për Ndihmë Juridike falas e Institutit Kosovës për Drejtësi ka ofruar mbrojtje ligjore për gazetarët. Nga ana tjetër, përveç Mitrovicës së Jugut, edhe në disa komuna të tjera janë shfaqur dyshime lidhur me mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Antari i PDK-s në KQZ, Ilir Gashi, sot ka shprehur dyshime për dallavere me vota në shtime. Ai ka thënë se është gjetur një flet votim fals dhe se mungon origjinali, duke ngritur pretendime për të ashtu quajturin treni bullgar. Edhe deputeti AK-s Daud Haradinaj ka kërkuar nga prokuroria ta hetoj procesin zgjedhor në Junik. Sipas tij, në këtë komunë votuan edhe qytetarë të komunave të tjera. Kurse mbrëm, edhe dega e PDK-s në Malishev është shprehur e shqetësuar për procesin e verifikimit dhe numërimit të flet votimeve. Përmes një reagimi, kjo degë ka vlerësuar se procesi i verifikimit dhe numërimit të flet votimeve në Malishev po rrezikohet. Teksa Kosova ka dalë këtë javë nga rrethi i parë zgjedhor për komunat, një proces tjetër ka afro 8 muaj që ende s'ka arritur të marrë epilog. Edhe 9 deti ka afati mandatuar nga presidentja Albin Kurti ta formoj qeverinë e re. Deri tash partitë që ishin në opozit kanë ritheksuar se nuk kanë votë për qeverinë Kurti 3. Këtë e ka përsëritur edhe sonte lideri i Partisë Demokratike Memri Krasniqi, duke theksuar se s'ka kurfar komunikimi me vetëvendosjen. Madje ai u shpreh bindur se Kurti s'ka vota dhe mund të shkohet në zgjedhje më së largu më 14 dhjetor. Partia Demokratike e Kosovës ka përsëritur qëndrimin se nuk do të ketë votë për qeverinë Kurti 3 të mandatuarin nga presidentja e vendit. Kështu bëri të ditur kryetari i PDK-s Memli Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së partisë, në të cilën u diskutua për rezultatet e dala nga zgjedhjet e 12 dhjetorit. Nuk kam kurfar kontakte as komunikime vetëvendosur në tash, nuk pres kurfar kërkese, po e thon përmes juve kot të dërgon kërkesën se për këtë çështje as që diskutojmë me Albin Kurtin çfarë do lloj qeverie, në çfarë do lloj opsioni. Domthonë kjo është e qartë, ju dini pej datës 10 shkurt, në këtë sallë ka thonë Bedri Hamza si kandidati jonë për kryeministër dhe qëndrimet tona janë konsistente. Krasniqi u shpreh i bindur që Kurti nuk i ka numrat për formimin e qeverisë, duke thënë se këtë vit vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Unë jam i bindur, siç kam qenë gjithmonë, që nuk ka numra dhe kjo pastaj ezaurimi i provës së parë e sjell tendimin për provën e dytë, kushdo që mund të ketë shumicë, po nuk duket që ka kushdo tjetër shumicë, dhe kjo pastaj më lën me besu që afatet kushtetuese janë të tilla që mund të përfundojmë në zgjedhje diku mes 30 nëntorit edhe 14 dhjetorit, ndoshta më 7 dhjetor. Kjo është matematika e thjeshtë, që më thonë, e procedurës para nesh. Sa i përket komunave ku PDK garon në balotazh, Krasniqi tha se për këtë do të vendosin në koordinim me kryesinë, se këtë do ta mbështesin dhe me këtë do të bëjnë koalicion, derisa theksoi se vëmendje të veçantë do t'i kushtojnë garës në Prishtinë. Po sot, lideri i PDK-s Memli Krasniqi ka folur edhe për garën e Drenësit, për shka tha se humbja u la shije të hidhur. Krasniqi tha se kryetari të zgjedhur ja uron fitoren dhe shpreson se do të punojnë në të mirën e qytetarëve
duke shprehur keqardhje që qytetarët e Drenasit u vendosën në pozitë të vështirë nga konfuzioni i fushatës së kandidatëve. Krasniqi i pyetur nga gazetarët nëse ishte gabim mënyra si u hoq nga kandidatura e PDK-s Ramiz Ladrovsi, tha se ishte vendimi i kryesisë i marrë sipas statutit. Nga ana tjetër, Ladrovci sonte ka hapur zyrën e tij në hapësirat e mëparshme të PDK-s në Drenas, derisa me këtë rast ka theksuar se nga ato zyra kanë korrur fitoret një pas njëshme për PDK-n dhe se nga aty do të niset në betejën e re për fitoret të reja të PDK-s ku është në balotazh. E premtja do t'i mbledh në Tiranë sipas parashikimeve mira protestues në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-s dhe kundër padrejtësive në Hag. Kurse të dielën e 19 tetorit, në Hag pritet të mbrijnë motoristët që sot u nisën nga Prekazi për ta shprehur simbolikisht një zë të fuqishëm për lirinë, një thirrje për drejtësi dhe kujtesë për sakrificat që nuk harrohen. Erdhën në Prekaz qysh në orët e hershme të mëngjesit. Nuk munguan as homazhet te kompleksi memorial Adem Jashari. Platforma Liria ka emër marshin me motor e nisi te vendi i lavdis. Ky marsh simbolik u tha se nuk është vetëm një udhtim me motor, por një zë i fuqishëm për lirinë, thirrje për drejtësi dhe kujtesë për sakrificat që nuk harrohen. Është një marsh simbolik që kem paralajmëruar, është një thirrje për drejtësi, qëllimi është që të mrim deri në Hag, atje ta bëjmë një parakalim të karvanit motorista, mandej të vazhdojmë Bruksel ku kem përgatitur edhe një kërkesë që drejtësia të jetë transparente. Organizatorët theksuan se do të jetë rrugë e gjatë, mirë po kanë vullnetin dhe qëllimin që të përçohet mesazhi që të ketë drejtësi. Uroj të shkoj mirë, sepse është rrugë e madhe, normal që ka sfida, koha është në atë minimumin e temperaturat lëvën, po besoj që do të shkoj mirë, derisa kem vullnet mirë. Ne do të bëjmë këto vetëm një thirrje për drejtësi dhe ajo tjetra që është që sa më shpejt proceset të kryen drejt. Ne nuk duam as të ndikojmë në drejtësi, po duam të thëmë se kjo drejtësi nuk po monitorohet. Prandaj kjo le të jetë thirrje. Këta motorist që u nisën nga Prekazi e që do të ndalen edhe në destinacione të tjera, synojnë që në Hag të mbërrijnë të dielën e 19 tetorit. Në Fakultetin Filozofi ku mbajt konferenca shkencore me temën Kosova dhe diplomacia ndërkombëtare, histori, sfida dhe perspektiva, fundi shekullit 20 dhe fillimi shekullit 21, e cila ka mbledhur studiues nga Kosova dhe jashtë saj, diplomat e ish diplomat e aktivist të çështjes së Kosovës. Organizuar nga Departamenti i Historisë në bashkëpunim me Institutin Ali Hadri dhe Institutin Albanologjik të Prishtinës. Kjo konferencë synon të hedhë dritë mbi rolin e Kosovës në arenën ndërkombëtare gjatë fund shekullit të kaluar dhe fillimit të këtij shekulli. Pra, po flasim për dy vetse, po flasim për tre institucione të cilat e kanë mbush një hapësirë me zbasti shumë të madhe që ka mungu Kosovës, që ka mungu universitetet dhe tani ja ku jemi për diskutu për një temë me mjaft interes që ka në përkos Kosovën dhe diplomacinë ndërkombëtare në fund të shekullit 20 dhe fillim të shekullit 21. Në dy sesionet e zhvilluara, studiuesit trajtuan tema që përfshin marrëdhënien ndërkombëtare të Kosovës gjatë viteve të 90-ta, ndikimin e faktorëve ndërkombëtar në shtetëndërtim, si dhe sfidat diplomatike me të cilat vendi përballet ende. Kjo konferencë do të sjellë rezultate mjaft interesante për një arsye, për shkak se kemi një ngërthim jo vetëm brezash, po edhe ideologjish, edhe përplasjeve në mes nesh, se ne duhet të themi se gjërat nuk kanë shkuar bashkë ashtu si duhet dhe kemi pas dhe të fërkime të cilat kanë qenë të kuptueshme për shkak se Kosova ka qenë e okupuar. Tema e konferencës është me rëndësi të veçantë, pasi ajo na mundson për të kuptuar më mirë proceset e shtetëndërtimit, afirmimit ndërkombëtar dhe vendosjes së Kosovës në rrafshin rajonal dhe global, duke reflektuar mbi sfidat, vendimet dhe marrëdhëniet diplomatike që kanë ndikuar në formimin e saj si shtet. Duke u ndalur në periudhat kyçe të historisë sonë të afërt, kumtesat që do të lexohen dhe diskutimet që do të zhvillohen këtu, ofrojnë mundësi për një këndvështrim të ri mbi ndërveprimin ndërmjet historisë kombëtare dhe diplomacisë
dinamika ndërkombëtare që ka ndikuar në përmirësimin e shtetit të Kosovës. Kjo konferencë u cilësua si hap i rëndësishëm në avancimin e kërkimeve shkencore dhe dialogut akademik mbi pozitën ndërkombëtare të Kosovës, si dhe qasje të reja dhe reflektime mbi sfidat diplomatike. Inspektorati Qendror i Punës lansoi sot sistemin digital të inspektimeve të punës. Ky sistem modern u tha se shënon një hap të rëndësishëm duke përmirësuar transparencën mbi këshyrje dhe shërbime ndaj punëtorëve dhe punëdhënësve. Nga lapse e letra, këta inspektor tashmë mjet pune në terren i kanë këto pajisje digjitale që do t'ua mundësojnë që puna tyre të jetë më shpejt, më sakt dhe transparente. Kështu tha gjatë lancimit të sistemit digital të inspektimeve të punës përmes shpërndarjes së 55 tableteve dhe printereve si një hap drejt modernizimit të administratës së punës dhe përmirësimit të kushteve. Ky është një hap i madh përpara drejt modernizimit, transparencës dhe efikasitetit në mënyrën se si shteti ynë siguron zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Ky është një hap i madh drejt modernizimit administratës inspektuese drejt një pune më efikase dhe më transparente, bazuar në të dhëna. Fal këtij sistemi, inspektoratit tanë do të kenë mundësi të regjistrojnë gjetjet në kohë reale, të krijojnë raporte automatike dhe të ndajnë informata menjëherë me institucionet përkatëse. Ky projekt është mbështetur nga Suedia dhe organizata ndërkombëtare e punës. Dua të lavdëroj për lancimin digital të inspektimeve. Këtu e dëshmoj një profesionalizëm dhe një punë efektive. Masat e tilla mund të rrisin mbikëqyrjen dhe të mbrojnë punëtorët. Digitalizimi i inspektimeve edhe nga përfaqësues të tjerë u tha se do të rrisë besimin ndërmjet institucioneve publike dhe atyre private. Elementet e rregullimit të shtëpive të kohës së vjetër në familjet prizrenase i kanë mbijetuar kohës që nga shekulli 19. Konzervimi dhe restaurimi i tyre nga Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore dhe stafi i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ka një vlerë të veçantë për etnologjinë e qytetit të vjetër historik të Prizrenit. Disa objekte të drurit të traditës së këtij qyteti janë grumbulluar në një kënd të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe presin të restaurohen, pasi tregojnë historikun e jetës së banorëve. Venera Rada, trajnere e punëve artizanale, ka marrë përsipër restaurimin e disa artefakteve prej druri që datojnë që në shekullin e 19. Jemi të renovu një eksponant këtu në Lidhjen e Prizrenit, është një dollap muri i shekullit 19 dhe po mundohem me rujt ato që kam bjet për kësaj. Është vy në punë e vazhdueshme, mirëmbajtje e vazhdueshme. Interesim për këtë trashëgimi kulturore ka shprehur edhe studentja e antropologjisë Adelina Berisha. Mua më ndihmon sidomos te pjesa e restaurimit të artefakteve të drurit. Po ashtu studimet bachelor në antropologji të ndihmojnë edhe në pjesë të tjera të konservimit dhe restaurimit si te pjesa e veshjeve të tjera. Artefakti është mjaft i vjetër dhe shihet edhe prej dekoreve që i përmban ky artefakt. Motivet e këtyre objekteve të gdhendura në dru në atë kohë ngjallin kurreshtin e restaurimit edhe tek brezat e rinj, thot etnologja Delvina Bytyqi. Gjithmonë është një interesim shumë i madh prej të rinjëve sidomos dhe familjarëve të ndryshëm të cilët vinë dhe interesohen edhe për punimin dhe për teknikat e punës. Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore vazhdimisht merret me restaurimin dhe konservimin e eksponateve që u përkasin kohërave të ndryshme. Ministrat e mbrojtjes NATO-s po takohen në Bruksel pasi dronët dhe aeroplanet rus shkelën hapësirën ajrore të shteteve anëtare.
Shefi i NATO-s Mark Rutte deklaroi se Aleanca po punon me BE-n për të krijuar një mur mbrojtës kundër dronëve. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do të shqyrtojnë mënyra për të rritur aftësitë e aleancës për të mbrojtur kundër shkeljeve së hapësirës ajrore nga Rusia dhe për të forcuar mbështetjen për Ukrainën. Në takimin i cili vjen pas një studimi që tregoi se ndihma ushtarake perëndimore për Ukrainën ra me 43% në korrik dhe gusht krahasuar me gjysmën e parë të vitit. Shefi i NATO-s Mark Rutte ka thënë se Aleanca po punon me BE-n për të krijuar një mur kundër dronëve. Ndërsa sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth e paralajmëroi Moskën se Washingtoni dhe aleatët e saj ishin të gatshëm të impononin kosto Rusisë për agresionin e saj të vazhdueshëm nëse lufta në Ukrainë nuk mbaron. Nëse duhet të ndërmarrim këtë hap, Departamenti Amerikan i Luftës është i gatshëm të bëjë pjesën e vet në mënyra që vetëm Shtetet e Bashkuara mund ta bëjnë, ka deklaruar Hegseth në takimin e grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës në selinë NATO-s, një koalicion prej mbi 50 antarësh i përqendruar në përmirësimin dhe dërgimin e pajisjeve ushtarake në Ukrainë. 3 trupa të vdekur që mbrëm janë kthyer në Izrael tashmë janë identifikuar. Hamasi pritet të kthejë më shumë trupa sot, ka bërë të ditur një burim izraelit për CNN. Lëshimi nga dalë mbetjeve mortore ka bërë që autoritetet izraelite të zvoglojnë ose vonojnë ndihmën për Gazën. Izraeli njoftoi Kombët e Bashkuara se numri kamionëve të lijuar do të jetë i kufizuar nga sot, tha një zëdhënës i OKB-s. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se faza e dytë e marrëveshjes së arpushimit në Gaza kishte filluar dhe sipas një burimi izraelit dhe një diplomati rajonal, negociatat për marrëveshjen janë duke vazhduar në Egjipt. Kjo vjen pas Izraeli paralajmëroi se do të kufizonte ndihmën në Gaza dhe do të vononte rihapjen e pikës kalimtare të Rafah, derisa Hamasi të kthente trupat e të gjithë 28 pengjeve të vdekur. Kthimi ngadalt i pengjeve të vdekur ka provokuar zemrim në Izrael dhe palestinezët janë gjithnjë më të shqetësuar se vonesa mund të sjellë pasiguri në të ardhmen e arpushimit. Eshtrat e 45 palestinezëve të vdekur që ishin mbajtur në Izrael u kthyen në Gaza të martën, ka thënë kryqi i Kuq. E në Gaza, agjencitë e ndihmës së OKB-s thonë se sfidat për të sjellë furnizime dhe për të rifilluar rindërtimin janë të mëdha. Ndërkohë Donald Trump ka thënë se nëse Hamasi nuk qarmatoset, ne do t'i qarmatosim ata. E në një intervistë mbrëm me partnerin amerikan të BBC CBS News, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se shpreson për paqe në fazën tjetër të marrëveshjes së anpushimit. Shpresoj që ta bëjmë këtë në mënyrë paqësore, sigurisht që jemi gati ta bëjmë këtë. Së pari Hamasi duhet të dorëzojë armët e tij, tha Netanyahu, dhe së dyti duhet të siguroheni që nuk ka fabrika armësh brenda Gazës dhe nuk ka kontraband armësh në Gaza, ka thënë kryeministri i Izraelit. Këtu po e përmbyllim edicionin qendror të nderuar shikues, ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim në orën 23.